Nuk kanë fund bëmat e kryebashkiake së Bulqizës festime mjeshtri. Pavarësisht kundërshtive të banorëve të Gjoricës, kryebashkiakja bashkë me këshilltarët e saj në Këshillin Bashkiak kanë tentuar të mblidhen sot për të mbyllur pazarin e parqeve fotovoltaik. Situata është tensionuar më tej nga prania e forcave të shumta të policisë, të cilat kanë penguar hyrjen e banorëve në sallën e mbledhjes, ndërkohë edhe këshilltarët e djathtë nuk janë lejuar të futen pasi dera e sallës ka qenë e mbyllur. Atyre u është komunikuar se mbledhja është shtyrë për një ditë tjetër. Sipas banorëve, ky projekt cënon drejt për drejt kullotat që ata përdorin prej vitesh për blegtorin duke rrezikuar jetesën e tyre. Banorët pretendojnë gjithashtu se procesi i miratimit të projektit është shoqëruar me parregullsi, pasi firmat në mbështetje të paneleve sipas tyre janë mbledhur edhe nga persona që nuk jetojnë në Gjoricë. Skandali me pronat. Dokumentet e publikuara në Agjencinë e Prokurimit Publik tregojnë se më 23 shkurt 2026 Bashkia Bulqizë zhvilloi ankand për dhënie në përdorim të 21 hektarëve në fshatin Lubalesh. Njësia administrative e Gjoricës, kontrata u lidh më 9 mars 2026. Vlera fillestare ishte 176.000 lek për hektar në vit me total rreth 3.69 milion lek. Oferta fituese rezulton 3.698.100 lek në vit. Në procedurë mori pjesë vetëm një operator ekonomik. Fitues u shpall Balla Energy Group ShPK, kompani me seli në Bulqizë dhe në pronësi të Artan Ballës. Mungesa e konkurrencës lidhet drejt për drejt me një fakt tjetër. Nuk rezulton njoftim publik në kanalet zyrtare të bashkisë apo të Këshillit Bashkiak për hapjen e ankandit. Ligji për administrimin e pronës publike dhe vendimet përkatëse të Këshillit Ministrave kërkojnë procedurë të hapur, njoftim paraprak dhe transparencë mbi sipërfaqen, vendodhjen dhe kushtet e përdorimit. Në këtë rast, këta element nuk dokumentohen publikisht. Rasti i Lubaleshit nuk është i izoluar. Në tetor 2025, Bashkia Bulqizë zhvilloi një dëgjesë publike që zgjati 25 minuta, me pjesëmarrje kryesisht nga administrata. Në atë takim u prezantua plani për dhënien me ankand të 52 parcelave nga fondi pyjor dhe kullosor në zona si Ramnagorja, Luçan Batër, Thekna, Klenja, Okshtuni dhe Zërqani. Parcelat u paraqitën vetëm me numra identifikues, pa të dhëna për sipërfaqen, kufit dhe përdorimin aktual. Banorët kërkuan informacion të detajuar dhe konsultim në terren. Kjo nuk ndodhi. Po ashtu në fillim të vitit 2026, Bashkia Bulqizë zhvilloi një tjetër ankand për 85.9 hektar në fshatin Melcu, njësia administrative Martanesh. Sipas buletinit të prokurimeve publike, procedura u shpall më 31 dhjetor 2025 dhe u zhvillua më 26 janar 2026. Edhe në këtë rast mori pjesë vetëm një operator, Alb ML Solar Energy Investment ShPK, që u shpall fitues me ofertë 11.467.600 lek në vit. Ngjarja në Këshillin Bashkiak dhe dokumentet e ankandeve tregojnë të njëjtin model, vendimarrje pa pjesëmarrje, procedura me konkurrencë minimale dhe mungesë njoftimi publik. Banorët mbeten jashtë sallës, tokat kalojnë në përdorim për projekte energjie me një ofertë vetme, institucioni vendor mbyll derën fizike dhe procesin administrativ në të njëjtën kohë.